Çdo zgjedhje që bëra më solli qetësinë që ndjej sot. Kur isha e re shpesh pyesja veten, a do të mund të bëj çdo gjë vet? Përgjigjja nuk vinte menjëherë, por asnjëherë nuk ndalova së përpjekuri. Punoja, mësoja, kujdesesha, kurseja, kishte momente kur mezi arria fundin e muajit, por çdo herë ndaja nga pak. Për të nesërmen, sot jam e qetë, çdo mund i dhën, çdo zgjedhje e papërgjeshme. Tani po më kthehet, kam pension të qëndrueshëm, e di se nga vjen, e di se ç'më takon. E di se kujdesesha për veten që nga dita e parë kur fillova të punoja. Shtylla e parë më siguroi bazën, nga rroga paguheshin kontributet në fondin shtetëror. Ky është themeli i pensionit tim. Shtylla e dytë ishte e re për mua, llogaria private në fondin tim pensional, ku çdo muaj shkonte një pjesë e rrogës time. Ato para nuk u zhdukën, shtoheshin me kalimin e kohës. Tani, kur më duhen, më paguhen në muaj në llogarinë time. Ndërsa shtylla e tretë ishte vendimi im që të zmadhoja buxhetin personal. Çdo muaj ndaja nga pak, dhe tani ato mjete më japin siguri plotësuese. Nuk më duhen punë të mëdha, vetëm liri, qetësi, shëndet dhe kohë për veten. Vitet janë në anën time, nga se asnjëherë nuk ndalova së menduari për veten. Madje askur mendoja për të gjithë të tjerët.